Isha shumë i zavencuar, më pas dhënë mundësia ta them me sinqeritetin më të madh në jetë. Unë I dua ta shoh ata, për mua janë legjenda të gjalla. Është e dhimbshme mi po ata ashtu që 5 vite. E sot institucionet tona bojnë ajgar asnjë shkresë, asnjë reagim as kujdes. Mos I përdhosni vlerat, se nuk ja vlen me përdhos vlerat. Për inote politike ose për diçka tjetër. Pa ata s'u përdhos kërkosh, ata për mua, si luftëtar I lirisë, si djali I dy lufta, po për gjithë bashkëluftëtarët e mille, atë popull që me të vërtetë e vlerëson luftën, ata janë vetë historia. Sun I nxjerr kërkush për historisë, të kote kanë, në të mundohen sa dojnë, nuk mundohet askush me nxjerr për historisë. Gjitha këtu shka I tham, janë dëshmitarë të gjallë që I konfirmojnë gjithë. Nëse kishit qenë I ftuar në gjykatë që deklaroni për ta, ishit shku me qef, që deklaroni si këta që po deklaroni. Isha shumë I zavencuar, më pas dhënë mundësia ta them me sinqeritetin më të madh në jetë. Unë I dua ta shoh ata, për mua janë legjenda të gjalla. Është e dhimbshme mi po ata ashtu që 5 vite. E sot institucionet tona bojnë ajgar asnjë shkresë, asnjë reagim as kujdes. Domthonë, është e rëndë kjo. Çfarë do të thonë ndjenja për me mbrojt atë vejon edhe njerëzit që kanë kontribuar. Sikur të dashur është rrëfimi I parë edhe personi I parë si zoti Arsem që thotë kisha shku me zavencu qëndrimi në burg, në grila, me u izolu në fakt sepse burgu është vetë izolim. Me u izolu që me mujt me të tjerët në këtë rast Hashim thoa që ka drejve Seli, Jakub Prasi që të tjerët tjenë jashtë dhe ta gëzojnë lirin, nuk është pak kjo Arsem çka thoni sepse po jo se ata janë më shumë se unë, më shumë se na. Mujna me thonë çka dush. Ti kishin pas shtete të tjera njerëz që kanë dhënë kontributin e tyre, historik I shkruar. Studime ishin bë. Në çka I përdhosëm. Shtetërshme kjo. Sinqerisht, ne jemi për diçka tjetër këtu, por nuk më mëna shkalu këtë gjëna. A ke provuar me shku me taku ndonjëherë Arsem ai ke taku? Nuk kam pas mundësi. Në atë kohë ishme koha me viza tani kur ndodhi ai problemi domon regjimi për mi po shokmi bashkëtorë me shkoj kanë vizituar. Ata kanë moralin më të fortë se na që jashtëmore. Ata s'kan luftuar për interesat vetë, ata mund të thonë çka dush, qenë politik çdo njëri mund me bëu gabime. Jem shtet I ri. Po ajo çka kanë bëu ata për me marrë sot në ku jemi këtu, po të sonë bën kërkosh më. Po s'mundet as arsimi, as kërkosh në këtë jetë mi hek ata për histori ose mi hup meritën që kanë bëu. Po flas për kohën e luftës, po edhe pas luftës, sa nuk. A patë të rastin që tashinit Hashim Thoaqin kur erdhi tash fatkeqësisht babën pak para se të vdiste në spital. Ne ka përzi emocionet shumë e rëndë. Me pa një njeri që sot fëmia jam rritet I lirë, sot fëmia jam shkollohen të lirë, nuk frigohen nga policia. E me pa një njeri që ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm, jo vetëm ai, po me gjithë të tjerë, me pa atë gjendje me të vërtetë. Me 20-30 sigurime, ata thuhet ti çka është ai njeri mbarbur. Pa I vetë u dorëzuar. E ka liru mandatin e vetë për presidencë, ka mujtë kërkush me qune se kështë liru mandatin. Është e rëndë tash atë, po. A ju duk që është plak shumë Arsem nga Po jemi plak, ne ai Valentin jashtë të jetu me familjet tona, të I pa fëmijën, të shku në punë, të dalë të marrë me sport e lejaj, është I bllokuar. Çore para burgimi është shumë më e rëndë se burgimi. Sikur ti kur mirret në vendim për shembull, e kishun jam jurist me profesion, I ki të drejta, kur I para burgim domosdoshmë nuk e ki asnjë drejt. Po tash çfarë më bëu I forti ka kështu.